Përvoja tregon se krimi zgjedhor nuk është çështje e një institucioni të vetëm dhe nuk trajtohet vetëm nëpërmjet reagimit penal pas kallëzimit. Ai kërkon një qasje të integruar ku parandalimi, monitorimi administrativ, raportimi qytetar, verifikimi policor, hetimi penal dhe kontrolli financiar të funksionojnë si pjesë e të njëjtit mekanizëm institucional. Së dyti, protokolli bashkëpunimit ndërinstitucional duhet të kalojë nga instrumenti i përkohshëm për një cikël zgjedhor në një mekanizëm të qëndrueshëm dhe të përhershëm të normuar me ligj. Ky mekanizëm duhet të përfshijë jo vetëm SPAK-un, Prokurorinë e Përgjithshme dhe KQZ-n, por edhe Policinë e Shtetit, Agjencinë e Inteligjencës Financiare, si dhe institucionet e tjera ligjzbatuese që kanë rol në verifikimin e indiceve, në gjumimin e burimeve financiare dhe në dokumentimin e rasteve. Gjithashtu, bashkëpunimi duhet të aktivizohet më herët dhe të zgjasë më gjatë. Së treti, duhet të vlerësohet rishikimi i politikës penale për format më të rënda të krimit zgjedhor. Kjo nuk duhet kuptuar si një rritje mekanike e dënimeve për çdo rast, por si nevojë për të vlerësuar nëse marzhet aktuale të dënimit janë të përshtatshme kur veprat penale kryhen në bashkëpunim apo kur kryhet më shumë se një herë. Gjithashtu, individualizimi i dënimit duhet të diferencojë zgjedhësin vulnerabël, përfaqësuesin e subjekteve politike, kandidatin dhe shtabin e tij elektoral, financuesin e fushatës, zyrtarin e lartë apo nëpunësin publik. Sa më i lartë jetë roli organizues politik, administrativ ose financiar i personit, aq më i qartë duhet të jetë dhe reagimi penal.